Si e gjykoni qëndrimin e kreut Partisë Demokratike ndaj vetë kësaj figure i cili dikur edhe e pati burgosur? Hipokrizia qesharake e gjithkujt, jo vetëm e zotit Sali Berisha, se duhet të jemi edhe të drejtë në gjykim edhe ndaj tij. Hipokrizia në mes të socialistëve dhe të atyre që sapo përmenda nuk i ngrinin telefonin për 90 ditë, që e braktisën në mënyrë të menjëhershme sapo ra nga pushteti. Por edhe e zotit Berisha dhe e zotit Meta është një gjë që po të mos ishte dramatike, do të ishte për të qeshur. Pra, në qoftë se pas ka qenë kaq i vlefshëm, sa thot sot zoti Berisha, pse e quajti funksionar të bandave të krimit. E shumë gjëra të tjera që ka thënë zoti Berisha, të cilat harrohen sot. Tani, këtu duat ndalem në një argument i cili të cilin kam dashur për shumë kohë që ta trajtoj. Dhe argumenti është ky. Nga ana njerëzore, ne shqiptarët kemi një zakon që nuk është mirë të përflitet i vdekuri, sepse i vdekuri nuk është këtu për të përgjigjur. E gjitha kjo është një gjë shumë njerëzore e kulturës popullore shqiptare, për cilën unë jam jashtëzakonisht shumë krenar si shqiptar. Mirë po, Paria e Tiranës është aq e ndyrë sa që këtë lloj koncepti kërkon ta shfrytëzoj, ta përdor për të shpëlar mëkatet që ka bërë kur ka qenë në jetë. E po më vjen keq ta them, nuk funksionon dot kështu. Në vdekje, njeriu respektohet deri aty sa i ka lënë vend vetes. Respektohen familjarët, respektohen njerëzit e afërt, cilët ndjejnë dhimbje, dhe ju shprehet atyre një ngushëllim, sepse është vërtet humbje për ta. Kur vjen tek gjykimi publik, nuk shpëlahen dot krimet e përbindshme ndaj shqiptarëve që ka bërë Paria e Tiranës. Po këta, duke pasur frikë për vete, këta mundohen që ti shpëlajnë krimet, këta mundohen që ti mbyllin gjërat, këta mundohen që me një varrim të madh dhe një pjesëmarrje të madhe të mos flitet për thelbin e substancën e atyre që ata kanë bërë. Kjo nuk duhet të ndodhë, kjo është propagandë, kjo është maskarallëk, kjo është poshtërsi, kjo është përdorim e mirësisë së zakoneve të shqiptarëve që nuk flitet për të vdekurin. Për të vdekurit nuk flitet, po me këtë lloj logjike nuk u dash ka folur as për çka bërë Enver Hoxha, edhe ai ka vdekur. Me këtë lloj logjike nuk duhet folur as për krimet e Stalinit, as për krimet e gjithkujt që i bën vetëm në qoftë se vdes, nuk është logjik kjo. Pra, ngushëllimet i takojnë familjes, eleganca njerëzore duhet të mbizotrojë deri aty ku e ka vendin. Kur vjen puna për gjykimin publik, njerëzit i lënë vend vetes. Çfarë ke bërë, ashtu duhet gjykohesh, të gjykon populli. Nuk kam nevojë ta them unë, nuk ka nevojë për shumë mend kjo punë. Dhe këta nuk i kanë lënë vend vetes, ta i kanë ngjyrë duart me gjak shqiptarësh, këta janë pasuruar për shqiptarët dhe i kanë konsideruar shqiptarët në thonjza këta pisa, kaq meritojnë. Atëherë çfarë presin, çfarë respekti presin këta? Pse duhet ne që t'ua imponojmë njerëzve këtë respekt artificialisht nën fasadën e nuk shahat i vdekuri? Kjo është një ndyrësi shumë e madhe që bëhet, që prish dy gjëra, prish normën, sepse reagimi duhet të jetë që prit më njëherë se duhet të thënë e vërteta publike. Norma duhet të ekzistojë, po duhet të përkufizohet deri tek ndjeshmëria familjare, e cila është e paprekshme dhe është njerëzore dhe nuk mund ta vërë kush në diskutim. Për sa i përket veprës publike, këta janë ata që janë dhe nuk i shpëlan dot vdekja. Në këtë rast në fakt jemi duke bërë një dekonstruksion të aspektit politik mbi figurën e Nanos dhe më shumë sa i përket qasjes që ka pasur vetë Berisha, por në këtë rast edhe kryeministri Edi Rama, i cili dikur e përcolli duke i rrahur shpatullat, teksa Fatos Nano shpalli kandidaturën e tij për president dhe kërkonte aprovimin e Partisë Socialiste. Vetë qëndrimin e Edi Ramës, si e keni parë ndaj Fatos Nanos? A e konsideronte ai atë po themi një kundërshtar brenda radhëve të socialistëve që nëse bëj president mund t'i hapte shumë punë? Sigurisht që po, sigurisht që nga më të pështirët në këtë lloj sjellje është Edi Rama. Edi Rama është i njohur në pështirosjen e vet ndaj këtyre figurave. Kur ishte në pushtet Fatos Nano i ngjitej si lapangjoz, dhe në momentin që i mori pushtetin i vuri shkelmin dhe e luftonte si armik, dhe mbasi ja bleu gjakun, fatkeqësisht, e quante prap armik, dhe tani me
paturpsinë më të madhe thot Lamtomir kryetar. Kjo është një tallje e madhe, nuk jam militant socialist, po t'isha militant socialist do revoltohesha. Do thoja mor zotri, po ti e ai që njohun apo ke ndryshuar këto 3-4 vitet e fundit që Nano u pa që s'kishte më as fuqi as gjë të kundërvihej. Do të mos harrojmë që deri para pak vitesh Nano u përpoq me të gjitha forcat, çka nuk ka thënë për Edi Ramën. Në për media, se i kishte ende duke qenë figurë e madhe e Paris, kishte gjithmonë akses në media, kishte bërë aq ndere, ishte njëri që me paratë e shqiptarëve kishte bërë shumë miq. Kishte lënë shumë të mira mbrapa me paratë e shqiptarëve. Tendera, ka bërë shumë njerëz pareli, domethënë zoti Nano, dhe ata në një farë mënyre normale i janë mirënjohës, sepse i kanë nxjerrë nga një varfëri ekstreme pa asnjë lloj merite, i ka bërë njerëz të pasur që tani vendosin fatet e vendit. Por thënë kjo, a dinte Edi Rama kush ishte Fatos Nano në atë kohë kur e shante, apo nuk e din tani se kush ishte? Është një lloj hipokrizie të tmerrshme që këta nuk kanë asnjë lloj qëndrueshmërie në dalit e tyre dhe nuk kanë as burrnin që të thonë që shiko, e kam gjykuar kështu politikisht, por në fakt ai ka qenë burr i mirë ose ka pasur këto veti të mira etj. Ka dalë në ca intervista të shumë të sforcuara zoti Rama. E zakonisht tonë intervistat bëhen tek Sekseri i Paris, është një televizion ku dalin këta sekserët, s'po ja përmend emrin se s'du t'i bëj reklam, po ju e kuptoni bashkë si gazetarë dhe publikut pastaj mund t'ja bëni të qartë. Ka dalë në disa intervista të tilla kur ka me një sforcim të madh ka thënë po ka disa defekte, po domethënë është përpjekur që ta zbus, sepse dinte që e kishte bler Fatos Nanon, i kishte gjetur të birit punë dhe kishte dhënë 2-3 tendera dhe i kishte rregulluar punët me të dhe Nano nuk mund të ishte më kundërshtar, se në momentin që e kishte bler, ja kishte gjakun në dorë. Tani del dhe thot baba i partisë ose kryetar, Lamtomir kryetar. Kjo është tani po të kishte pak ironi ai kandidati me demek i PD-s, për që s'është i PD-s për Bashkinë e Tiranës, Flori, i cili është aktor humoristik, jo i keq, është fort i mirë, duhet ta bënte këtë meme, duhet të tallej në mënyrë të pashpirt me këtë punë, ndoshta ajo tani sepse ai sapo ka ndruar jetë Nano, po në të ardhmen kjo është për meme, Lamtomir kryetar, po kujt i thot, ai njerëzit kanë kujtesë më. Nëse, vjen keq që e kalova e ula në këtë lloj niveli, po ishte e detyrueshme të thënë që hipokrizia e këtyre antarëve të Paris Tiranës është e pa skrupullt dhe këta tallen me njëri tjetrin dhe me shqiptarët. Në optikën tuaj si studiues, si mendoni se do të kujtohet në politikën shqiptare dhe në historinë e politikës shqiptare figura e Fatos Nanos dhe sipas jush, cila do ishte ajo fjali që mund ta përmbledhte në një të vetëm? Unë mendoj se e thash pak më parë, po e shtjelloj dhe pak më tepër, për shkak se po e bën pyetjen në formën e 4 të mundshme. Fatos Nano është një figurë komplekse, me dritën dhe me hijet e veta, dhe është një nga lojtarët kyç të Paris Tiranës. Ju gjykimin tim për Parinë e Tiranës e dini, dhe po doni po jo përsëris, Paria e Tiranës është një grupim që ka sunduar shqiptarët, ka duart me gjak shqiptarësh dhe që meriton të shkojnë në koshin e historisë së shqiptarëve, sepse ka bërë dëme të pallogaritshme dhe po rrezikon kombin shqiptar në këto momente që flasim. Më tej se kaq nuk besoj se do ishte elegante të thoshim drejt për drejt.